Të nderuar xhamatli, jemi me hadithin e gjatë të Xhibrailit, ku pyetej pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nga ana e Xhibrailit dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam përgjigjej. Nga përgjigjet e para ishte çka është Islami? Tha alaihi salatu wasalam, Islami është të dëshmosh la ilaha illallah dhe se Muhamedi alaihi salatu wasalam është rob dhe i dërguari i Allahut. Pastaj ta falësh namazin dhe ta japësh zakatin. E ne folëm për shahadetin edhe për namazin, tani radhën e ka zakati. Për të arritë zakati, kush e jep, sa e jep, kur e jep, kujt ja jep, këtë këto janë gjërat e zoti ka sqaruar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu selam, po për ta përfituar më qartë se çka zakati, duhet një herë ta merremetojmë çka pasuria. E kujt e pasuria? Pse pasuria? Pse kjo ndarje me laramani? Pse kjo ndarje me këste? Dikush ka ma pak e dikush ka ma shumë. Këtë këtë ndarje i ka sqaruar Zoti jon te bareke ve teala. Andaj dietarët e muslimanëve thanë, Allahu e ka zbrit pasurien për disa prej qëllimeve. Qëllimi i parë ishte mi ia ditë kimetin gjërave. E dyta ishte ja kalon amanet. E treta ishte që njeriu ta dinë se çka është knatësia, ta kupton nëpërmjet pareve si bie me pas, që ta dinë se thirrja për në xhenet është e kapshme. E katërta ishte që njeriu të sprovohet, dhe kjo është më e rrezikshme. Zoti i sprovon njerëzit me pare, ja u sprovon dëshirat, u sprovon vendimet, u sprovon animet, u sprovon se a dojnë mu pastru apo dojnë me mbet me llumin e pasurive. Dhe e pesta është e taqarrubu ila Allahi bil amwal, të afruarit te Allahu me pare. Dhe kjo është qëllim shumë fisnik për të cilin Allahu e ka zbrit pasurien. Cila është kjo? Allahu e ka qu pasurien për një nga qëllimet është që njeriu me pare t'i afrohet Zotit. Sikur mos t'kish pare, s'ka shka i afron. Nuk ki shka i afron Zoti Gjelle Gjelalu nëse s'ki pare. As namazin së ne ban pa pare. Njani dhët qish lidhët hoxha namazin pa pare, mës me pas pare me hangër buk së rrin kam, e Allahu ka qef me një kam. Mës me pas mundësi me hangër, s'mun është me pas sejde, se bje. Asën ban ruku, asën agjeron, asën ban haqj, e asën jep zeqat, e asën jep sadaka. Andaj Zoti jon te bareke ve teala e dërgoi pasurien që njerëzit t'i afrohen Allahu subhanahu wa taala. Pa parë s'mundet mu kriju familja. Pa parë njerëzit s'mundet me ran haramin, sepse harami lihet të e shfrytzu halalin. Andaj Zoti jon i gërshëtoi këtë gjëra për çfarë? Që njerëzit me këtë pasuri t'i afrohen Zotit. Andaj në 24 orë që në njeriu vazhdimisht ka mundësi me ju afro Allahu xhelel xhelalu. Andaj thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi juve sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i zellshëm që mos mbesen shtëpinë e tij diçka prej pasurive. Nuk ka pas ndonjëherë pejgamberi sallallahu pare, tolla, vetëm se kanë nxitu me shpërnda. Andaj ka ndru jetë sallallahu alaihi wasallam pa pare. E ka shlu këtë dunja, tu mos lanë për mas as një dinar. Ma dje ka arë në transmetime se ka me pak borç sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë arsye? Që ta nxjerrë Allahu xhel xhelalu të pastër si loti. Pra e ka pru këtë dunja, e ka menaxhu pasurinë alaihi salatu wassalam dhe ka shku te Zoti jon te bareke ve teala. Thot Aisha, a e keni pa fryma që i ban senet? Kështu pejgamberi alaihi salatu wassalam i ban te parët. Vetëm hinte në shtëpi, i mbledhte të parët dhe u ashpërndante fukarave, sepse nuk donte që t'i mbese atina diçka prej pasurive. A në një ditë për ditëve Aisha radiallahu anha kishte përgatit diçka prej kurbanave, prej baktive që i kanë therë. Edhe pikazon Aisha radiallahu anha pejgamberit alayhi salatu wasallam, tha ja Rasulullah, këtë pjesë e dham, këtë pjesë e majtëm. Pra ma shumë shpërndam, pak pjesë e majtëm. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili perceptimin për pasurinë kishte kuranor, jo materialist. Aisha i tha, këta e dham, këta e majtëm. Pejgamberi tha, jo Aisha, këtë çka e ke majt e pas ke dham. E pas ke dham për që tërkan.
Këto shka i paske dhani, paske majtë për veti. Që ato shka i kesh përndapi pareve, pri pasurive, sadaka, i paske majtë për veti. Se ato njerëzit kanë mi hargju ato pare, ama ti e ke deponu të Zotit të bareke ve teala. A këta që kena me hangër na, këta e pas mi gjujtë. Kështu e shikon të pejgamberi s.a.s. pasurien. Nuk e shikon të se kjo është një mjet me të cilën njeriu duhet me e pas shëllim vetveti. Andaj shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kuptuan nga tërësia e Kur'anit dhe nga mësimet praktike të pejgamberit s.a.s. se pasuria është mjeti me të cilën i afrohen Allahu te bareke ve teala. Tha Allahu xhelel xhelalu në surën Saba. Tha: "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuna indana zulfa." Tha Allahu xhelel xhelalu, parët e juve, evlat të juve, s'munën mu afru, s'muni me to mu afru të na, përveç illa men amana wa amila saliha fa ulaika lahum jaza'u ad-di'fi. Thot Allahu xhelel xhelalu, ai që ka besu dhe me këto pare ka bo veprat mira, ne afrojnë a kana. Allahu e ka përjashtu këtë dunjaja parën se dim se e shfizojnë, pos muslimanit. Muslimani e di, me ka qua Allahu këtë pasuri, ta menagjoj, ta drejtoj për Zot, edhe ti afronë Allahu te bareke ve teala. Të tjerët e hajnë për këtë dunja, të tjerët bojnë lufta për këtë dunja. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam i edukojnë në hijen e këtij ajeti, çfarë tha? Jo, afrohuni te Zoti, afrohuni te Allahu te bareke ve teala. Shtyheshin sahabët kush po jep më shumë për hir të Zotit te bareke ve teala. Shtyheshin se kush po jep sadaka më shumë se sa tjetri. Ana një ditë për ditëve Omar Khattabi, dhe kjo argumenton për mendësinë e sahabës. Një ditë për ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: e shloj një lloj kushtrimi, një thirrje përgjithshme për t'ju përgjigjë Allahu dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me pasuri. Dhe kush sa ka mundsi? Omar Khattabi tha: këtë herë Ezuna kanë, i thanë familjarët, Ezuna e Abu Bekri. Ta pse Ezuna? Tha: e kum ba një jetë, pi thot familjes vetë, e kum ba një jetë gjimësën e mallit tem me ja që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk i thanë familjarët e vetë, po ku për në leneve, po shish për në leneve, po ka dalë se si tu ditë me menagjue, qysh e jetë gjimësën e kapitalit që e ke shfizue për hirë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në luft. U da gurdun e mur parën Omar Khattabi gjimësën e mallit, gjimësën e mallit që ka e ka deponu në shpi, dhe ja qoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe i tha: ja Rasulullah, këtë herë Ezuna Abu Bakr, shikoj e shtimjen, shikoj e domon garimin kush po jep për Allahun ma shumë. Kur e pa Abu Bakr nuk folte. Abu Bakr duke kada se unë e kum dhanë ma shumë se ti. Jo. Po njerëzit e njoftun dhe i thanë: Omer, Abu Bakr e ka pru krejt parët i ka pru. Çka ka pas dinar të shpia, ja ka pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi alaihi salatu wasallam për me dëshmu vlerën e këtij njeri, çka i tha, edhe pse e dinte, tha: o Abu Bekr, kujt ja lave vlat? Po ki vlat, ki familje. Tha: kujt ja lave ato? Tha: ja lash Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pash Allahun ma të tash. Abu Bekri kitë parë je ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka dek pejgamberi alayhi salatu wassalam, para se me dek, ju ka thënë njerëzve: o ju njerëz, kush më ka nimu, ja kena kthi. Filani më ka nimu, ja kum kthi. Filani më ka nimu, ja kum kthi. Pos njerit, Abu Bakr Siddiqut ka thënë: smuj me ja kthi. Kthi ja kthen Zoti vet. Kthi ja kthen Allahu te bareke ve teala. E tani bën një krahasim të vogël që tu shpejt e të shtëpia bën e gat. Qysh e shtridhim na, si e shtrëngojmë na, sa njeri ka jetu para neve. Aja demnat, kush janë kanë ata, që kanë lënë gjurë në këtë dunja? A kanë lënë dëni punë të madhe me të se mune mu krenuna me ta? Shumicat e njerëzve që ja u din stërgjishin e trej, thot që ka emri dhe të se di valla, që ka baj se di valla. Nërsa Abu Bakr Siddiqun e njohin këtë dunjaja, ja studiojnë jetën, ja studiojnë shtetet që ka i ka svirue, ja studiojnë çdo minut çka e ka jetu. Pse? Se këtë parë ja ka dhënë Allahu xhelel xhelalu. Andaj kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam e la djalin mbrana thikës, Allahu tha: kena me ta kthi, o Ibrahim,
kena me ta kthi, tha o Ibrahim. Qysh ma kthen? Këtë dunjaja deri në fund, tha kanë me ta përmend ty emrin për të mirë. Dhe Allahu e ka bo që edhe krishterët, edhe jehudit, Ibrahimin me përmend për të mirë. Alayhi salatu wassalam. E çka boni ky njeri? Parë çka i pati dha për Allah. Deri sa Allah i testoi, tha, po du me ta boni test. Idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Allahu e sprovoi Ibrahimin me disa fjalë. Ai i bani tamam çishalipi. Çka i tha? O Ibrahim, u testove me pare, u testove në shumë teste. Tha edhe një test. Leje familjen vet, midis shkretine. Na misafir kur shkojna, ku a djali, ku ajo? Apo, tha leje midis shkretine. E gruja vet Hajeri me djalin e vogël Ismailin u largu Ibrahimi, edhe pi thot, o Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ku jetu na lan këtu? As ujë s'paska, as njeri gjallë nuk paska. Ibrahimi shujke. Tha Allah e teston ketë. Tha o Ibrahim, ku jetu na lan e dyta herë. Tretën herë tha, o Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Allahu të ka thonë qështua, Allahu të ka thonë lena shkretin. Tha po. Kur i tha Allahu të ka thonë, u përgjith, tha po. Atëherë Ibrahim alayhi salatu wassalam u largu ma larg me një kodër. Gruaja vet tha, s'na hup ka. Nuk na hup Allahu xhelel xhelalu. Kur mrini ma nalt, kur ata speshohin, veç ky pishe, u drejtu ka Zoti, tha ja Rab, i kum lan vet për hir tanin. Mos i bano Zot qafira, kur ata njerëz. Tha dhe bani ata prej muslimanëve dhe bani atë vend shtëpi qabën e Zotit ku këtë njerëzit kanë mukthi çati. Hajeri pastaj ngjarën këtë dini se sot sa miliona njerëz e vizitojnë çat vend. Çka bën Ibrahimi? E la për hir të Zotit grujen me vladin e vet në moshën e vogël. Kjo ishte afrimi te Allahu me pasuri. Andaj kushdo që e shfrytëzon parën për kënaqësitë e veta, harxhohet ajo. E kush e shfrytëzon parën, mu afru te Zoti xhelel xhelalu, e fiton xhenetin ahiret, edhe në këtë dunja Allahu i harun namin e madh. E lutem Allahun te bareke ve teala, që Allahu na mundson me fitu prej halalit.